e drejt për drejt. Absolutisht çdo shqiptar sensibilizohet me kauzën e studentëve shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe e përkrah atë, ne kemi pasur një reagim edhe institucional edhe nga Universiteti i Tiranës disa javë më parë, një reagim ku rektori në emër të gjithë universitetit u shpreh në mbështetje të kërkesave të studentëve. Duhet të thënë që është një kërkesë krejtësisht legjitime dhe arsyeshme. Nuk po flasim thjesht se para një herë ne priremi që t'i gjykojmë si të drejta dhe me vend kërkesat e studentëve kurdo që ata vinë, sepse afërmend që kemi të bëjmë me atë pjesën më të shëndetshme dhe më të padjallëzuar kështu të shoqërisë, dhe pastaj pjesa tjetër që është shumë e rëndësishme në këtë rast, duhet pasur parasysh që nuk është thjesht kërkesa e një grupi studentësh, por në thelb është e drejta për të përfaqësuar me gjuhën e tyre anëtare e gjithë shqiptarëve që janë një faktor shtetëndërtues në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Është çështje ligjore, politike apo dinjiteti mund të konsiderohet në gjykimin tuaj? Çështjet gjyqësore janë absolutisht çështje të dinjitetit njerëzor dhe është një lloj mendësie shumë në rastin më të mirë e prapambetur, në rastin tjetër është një lloj mendësie raciste që ti mohosh dikujt të drejtën gjyqësore dhe për më tepër një komuniteti që e ke në një përqindje të tillë që të ndikon për bërjen etnike të shtetit dhe është faktor shtetëndërtues. Nuk është thjesht një faktor periferik, nuk flasim këtu për një komunitet me disa qindra apo mijëra dhe me dëshira për ta interpretuar të drejtën e tyre gjyqësore sipas orekseve momentale. Në të vërtetë, nëse shohim një shembull të ngjashëm për të kuptuar diferencën e madhe në qasje, të ishte për shembulli i Finlandës. Në Finland ka dy që janë gjuhë zyrtare, është finlandishtja dhe suedishtja. Dhe suedishtja është gjuhë zyrtare, sepse vetëm 5% e popullsisë e flet suedishtën dhe është me origjinë nga Suedia. Pra, identifikohen si suedez. Për të marrë në shtetësinë tani një i huaj, kur jep provimin e gjuhës, një ndër detyrimet për të marrë në shtetësinë është që të japësh provimin e gjuhës, të gjuhës zyrtare. Mund të jap ose provimin e finlandishtes, nëse shkon e zëm një shqiptar dhe do të marrë në shtetësinë, mund të jap provimin e finlandishtes ose mund të jap provimin e suedishtes.